Kosova në ngërç, Kurti fitoi zgjedhjet, por humb shtetin. Përplasja me Vjosa Osmanin nuk është më thjesht krizë politike, është provë brutale se pushteti pa kompromis e kthen fitoren në bllokim kombëtar. Kosova po kalon një nga ato momente kur shteti duket si kur ecën, por në të vërtetë është i ngrirë. Në sipërfaqe kemi një kryeministër me legjitimitet elektoral dhe një presidente që flet në emër të rendit kushtetues. Në thelb kemi diçka më të rëndë, një republikë që po paguan çmimin e arrogancës politike, të mungesës së kompromisit dhe të shndërrimit të institucioneve në armë për betejë pushteti. Pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit 2025, Albin Kurti formoi qeverinë më 11 shkurt 2026, por nuk arriti të sigurojë shumicën e nevojshme për zgjedhjen e presidentit brenda afatit kushtetues të 5 marsit. Kjo e futi vendin sërish në krizë. Këtu duhet thënë troç, problemi nuk është se Kosova nuk ka vota, problemi është se Kosova nuk ka marrëveshje. Dhe kur një vend nuk prodhon marrëveshje në majtë të pushtetit, ai fillon të prodhojë paralizë në gjithë trupin institucional. Vetëvendosje doli forcë dominuese në zgjedhjet e dhjetorit 2025, me rreth gjysmën e votave, por jo aq sa të sundojë vetëm çdo nyje të sistemit. Reuters raportoi se partia e Kurtit mori 57 vende dhe siguroi qeverinë me mbështetjen e partive më të vogla të pakicave, por zgjedhja e presidentit kërkon prani dhe konsensus më të gjerë, diçka që Kurti nuk e kishte. Dhe pikërisht këtu fillon thelbi i përplasjes Osmani-Kurti. Kurti veproi si fitues që mendon se rezultati i zgjedhjeve duhet të mjaftojë për t'i hapur të gjitha dyert. Osmani veproi si presidente që argumenton se shteti nuk mund të mbahet peng nga dështimi i partive për të gjetur kompromis. Kur kuvendi dështoi të zgjedhë presidentin me vetëm 66 deputet të pranishëm nga 120 dhe shumë poshtë pragut të 80 deputetëve për të proceduar, Osmani shpërndau parlamentin më 6 mars, duke argumentuar se ngërçi nuk mund të zvarritej pafund. Opozita kishte refuzuar të merrte pjesë dhe kishte kërkuar kandidat konsensual, ndërsa Kurti kishte shtyrë emrin e Glau Konjufcës. Por këtu ngjarja mori formën e saj më të rrezikshme. Kriza politike u shndërrua në krizë midis institucioneve. Kurti e çoi çështjen në gjykatën kushtetuese. Më 10 mars, gjykata e ndaloi përkohësisht Osmanin të caktonte datë zgjedhjesh deri më 31 mars, duke pezulluar praktikisht lëvizjen e saj dhe duke thelluar paqartësinë kushtetuese. Vetë ky fakt tregon diçka shumë të rëndë për Kosovën e 2026-së, jo vetëm që politika nuk po zgjidh dot krizën, por tashmë edhe rendi institucional po detyrohet të administrojë një konflikt që politika vetë krijoi. Ky është momenti ku analiza duhet të jetë e ashpër. Albin Kurti po tregon se di të fitojë betejën elektorale, por jo domosdoshmërisht të qeverisë republikën në kushtet e pluralizmit real. Një lider mund të fitojë votat me energji, retorik dhe figurë të fortë. Por shteti nuk mbahet vetëm me fitore. Shteti mbahet me numra, me negocim, me durim institucional dhe me aftësinë për të mos e parë çdo kundërshtar si armik. Nëse nuk arrin të zgjedhësh presidentin, problemi nuk është vetëm i opozitës që bllokon, problemi është edhe i qeverisë që nuk ndërton urë. Dhe kur një qeveri nuk ndërton urë, ajo e shtyn vendin të jetojë me krizë të përhershme. Po aq e vërtet është se edhe Vjosa Osmani nuk mund të paraqitet si figurë jashtë konfliktit. Ajo po përpiqet të projektojë veten si garante e kushtetutës dhe e stabilitetit, por hyrja e saj e drejt për drejt në këtë përplasje e ka vendosur edhe presidencën në qendër të betejës politike. Kjo e dobëson figurën e institucionit që teorikisht duhet të qëndrojë mbi palët. Në vend që presidenca të shfaqet si pika e fundit e ekuilibrit, ajo tani shihet si një aktore e drejt për drejt në garën për drejtimin e krizës. Dhe kjo është e rrezikshme për një demokraci të re si Kosova, sepse kur edhe arbitri hyn në fushë, loja shndërrohet në kaos. Pra, pyetja nuk është më thjesht kush ka të drejtë. Pyetja është, kush po e dëmton më shumë shtetin? Përgjigjja e sinqertë është se të dy po kontribuojnë në konsumimin e tij, por pesha kryesore bie mbi qeverinë, sepse qeveria është motori i shumicës dhe i drejtimit të vendit. Një qeveri që nuk arrin të prodhojë zgjidhje institucionale, nuk mund ta fshehë pafuqinë pas justifikimit se opozita nuk bashkëpunon. Në Republikë, bashkëpunimi nuk është luks moral, është teknikë mbijetese. Pasoja nuk janë abstrakte. Reuters raportoi se ngërçi i gjatë politik gjatë vitit 2025 kishte lënë një boshllëk prej rreth 1 miliard eurosh në financat e vendit dhe kishte vonuar financime ndërkombëtare e proceseve vendimtare shtetërore. Qeveria e re e Kurtit hyri në detyrë me prioritete si buxheti 2026, sigurimi i ndihmave dhe kredive ndërkombëtare, si dhe menaxhimi i marrëdhënieve me Serbinë. Kur vendi ngec në lojra pushteti në krye, këto prioritete nuk shtuken, thjesht mbeten pa zbatim. Dhe pikërisht këtu artikulli duhet ta thot pas bukurim, Kosova sot nuk po rrezikohet vetëm nga Serbia, nga njohjet e papërfunduara apo nga gjeopolitika. Po rrezikohet edhe nga paaftësia e elitës së saj për të menaxhuar pushtetin me pjekuri shtetformuese. Një shtet që del vazhdimisht në zgjedhje, por nuk arrin të stabilizojë institucionet, fillon të duket si republikë në fushat të përhershme. Dhe një republikë në fushat të përhershme është republikë e lodhur, republikë që konsumon energji në procedura ndërsa humb substancën. Ka edhe një dimension tjetër që nuk duhet anashkaluar. Ftoja politike mes Osmanit dhe Kurtit është edhe shenjë e konsumimit të një aleance që dikur shihej si boshti i shpresës reformuese në Kosovë.
Reuters raportoi se Kurti nuk e mbështet më Osmanin për një mandat të dytë. Kjo do të thotë se pas fasadës së debatit kushtetues, kemi edhe një llogari të hapur për kontrollin e ardhshëm politik të shtetit. Pra, kriza nuk është vetëm procedurale, është edhe konflikt për trashëgimimin e pushtetit. Në fund, e vërteta është e hidhur, Kurti mund të ketë fituar zgjedhjet, por ende nuk ka provuar se di të fitojë shtetin. Ndërsa Osmani mund të ketë të drejtë kur flet për rendin kushtetues, por nuk dele pa dëmtuar nga një krizë që e ka futur edhe presidencën në qendër të përplasjes. Humbësi i madh nuk është as Kurti, as Osmani. Humbësi i madh është Kosova, një vend që ka nevojë për stabilitet, besueshmëri dhe pjekuri shtetërore, jo për një luftë nervash mes dy figurave më të fuqishme të tij. Kur kreu i qeverisë dhe kreu i shtetit nuk prodhojnë zgjidhje, por vetëm interpretime rivale të legjitimitetit, atëherë problemi nuk është më kush po fiton politikisht. Problemi është se Republika po humb kohë, energji dhe dinjitet institucional. Dhe një shtet i ri si Kosova nuk e ka luksin të humbas asnjërin.